Përshëndetje, sot do të tregojmë se si pastrohen filtrat e brendshëm. Ky është një nga filtrat që përdoret mëngjesisht. Fillimisht e heqim filtrin nga uji, marrim pak ujë nga akuariumi. Marrim pak ujë për të larë filtrin nga akuariumi, sepse nuk lahet në ujë me klor. Tani hapim në këtë mënyrë filtrin. Brenda këtij filtri ka një paketë që mbushet me karbon ose me materiale të tjera. Ka një sungjer të tillë. E pastrojmë mirë këtë pjesën plastike nga algat apo papastërtitë që mund t'i kenë bllokuar pjesën hyrëse. I heqim këtë aparatin që hedh ujë nga sipër. Pastaj heqim pjesën e poshtme të filtrit me kujdes. Kjo është pjesa ku juve mund ta kufizoni ose ta mbyllni ujin në hyrje. Ka një buton përpara. Kjo ul forcinë, nëse është akuariumi shumë i vogël, ul forcinë e ujit të daljes, domethënë të rrjedhës pompës. Domethënë parandalon hyrjen e ujit. Këtu është pjesa e rotorit. Në përgjithësi, kur filtri ka shumë kohë punë, rotori mbushet me papastërti, mirë është që të hiqet dhe të pastrohet. Rotori hiqet në këtë lloj mënyrë, me një pincetë të ngjashme. Shplahet mirë se papastërtitë i ulin dhe shpejtësinë dhe fuqinë. Lahet po tek uji i akuariumit me një furçë dhëmbësh të vjetër që mund ta përdorni vetëm për këtë punë. Pjesa brenda, ku është rotori, në akuariumet ose në vendet ku ka shumë kalcium ujë, këtë pjesën e metalit, boshtin, bllokohet me kalcium dhe ndonjëherë bën të pamundur lëvizjen e rotorit. Këtë pjesën këtu brenda mund ta pastroni dhe me një kruajtëse veshësh, një pastrues nga ato të veshëve, ose atëre mund të merrni një nga ato kruajtëset e veshëve në një furçë timët, ose unë për shembull po përdor këtë pincetën këtu për ta pastruar nga brenda. Kam vënë re që edhe tek klientët e mi edhe tek filtrat e akuariumeve të mia, kjo pjesa këtu te të gjitha pompat, te të gjitha filtrat, ndodh që bllokohet edhe ndonjëherë pengon rretullimin e lehtëshëm të rotorit. Mbasi ta pastrojmë këtë me furçën apo kruajtësen e veshëve, e vëmë rotorin në vendin e vet dhe e shohim a xhiron lirshëm. Vëmë dhe pjesën aparatin e sipërm ku bën për parandalimin e ujit, domethënë për të uljen e rrymës ujit, dhe shikojmë është e hapur apo e mbyllur. Gjithsesi neve do e shohim dhe në dalje. Sungjerin që kishte brenda, mirë është që ta shplajmë vetëm me ujë akuariumi, sikurse e shplam. Për pjesën e kësaj që mban karbon, se karboni ka një efekt që për gati një muaj e ka efektin e vet, pastaj ngopet. Juve mund ta zvendësoni karbonin me materiale si këto gurët poroz ose qeramika. Hapet nga pjesa e sipërme, sikurse duket dhe në video.
derdhet karboni vjetër, shplahen këto vrimat që të ketë pjesën e kalimit lirshëm dhe futen disa qeramika. Juve dhe mund t'i thyeni qeramikat që të nxjerrë sa më shumë kjo këtu. Pastaj e vendosim në vendin e vet, ka kapset. Dhe tani fillojmë që ta montojmë filtrin siç ishte. E shplajmë dhe njërë sungjerin, e vëm pjesën e harkuar nga pjesa e harkuar e jashtme në të njëjtin drejtim, po ashtu edhe këtë pjesën e tubit, domethënë që është si pjesë tubi, e fusim brenda sungjerit, pastaj montohet lehtësisht. Pa të haruar këtë, dhe montohet lehtësisht. Filtri është i pastër dhe nuk janë dëmtuar bakteriet e mira. Tani do ta vëmë filtrin në vendin e vet. Para se të vëmë filtrin, për çështje sigurie shohim që pjesa e telit tut mos jetë e dëmtuar, mos jetë e kputur, sepse mund të bëj kontakt me rrymën elektrike. E vendosim në vend, e ngjisim në vend dhe lidhim me korrentin. Shohim që fuqia e filtrit tonë është rritur në krahasim me ato që ishte. Faleminderit shumë, na ndiqni në serit në vijim, që do t'ju shpjegojmë lidhur me aksesorët e akuariumit, mirëmbajtjen e akuariumit dhe informacionet me peshqit, bimët dhe gjithë pjesën e akuariumit.